Kandidatja e mazhorancës për Bashkinë e Shkodrës Keti Bashdari ka marrë sigurinë e bashkëpunimit afatgjat me banorët e komunës së Shalës pas takimeve të përzemërta dhe bisedave me ta. Në shoqërinë e një grupi turistësh italian të apasionuar pas guidave të rellit, zonja Bashdari ka bërë ndalesën e parë në Breg Lumi, pikërisht në qendrën e komunës, përpara banorëve të shumtë të pranishëm në takim. Ajo ka bërë prezent programin e saj të zhvillimit për këtë zonë, duke vënë theksin tek nevojat emergjente në infrastrukturë, si dhe projektet për të dhënë frymëmarrje kësaj zone tërësisht harruar në vite. Jam përkupu vetë dhe jeta më ka qitë edhe në kontakt me valin që me ba një projekt për komunën e Shalës, një projekt për pistat e skive. Unë kam marrë me folë për hallet tuja, për problematikat tuja. Në këto pjesë kaq bukura të Shqipënisë që është shumë rrallë të gjesh në Europë dhe të mos dish t'i vlerësosh me një rrugë, kjo është turp, është diçka e cila nuk ka lidhje thjesht me lek, ka lidhje me mungesën e vizionit dhe praktikisht tu ka pas një mungesë të kësuar të vizionit. Pavarësisht se thethi njihet në të gjithë Europën, nuk është të thënë që do zhvillohet vetëm thethi. Në pjesët e tjera të Shalës ka perla pafund. Dy gjëra janë të rëndësishme: rruga nga Shkodra deri në Shalë dhe projektet ambicioze të qeverisë së bashku me partneritetin e privatit për të ndërtuar në Shalë komplekset më të mira të turizmit malor. Dhe kjo ka për të kenë në interesin tuaj, kjo ka për të kenë në vëmendjen tonë. Për sa i përket nimes ekonomike, pavarësisht në i përkasi një partijet apo një tjetret, për çështjen e varfërisë politika duhet nalet. Dhe të gjithë ato njerëz të cilët kanë patë nevojë për të përfituar nga kjo nim ekonomike, ka kanë shumë e rëndësishme që të gjehesh bashkëpunimi mes anëtarëve të Këshillit, të tregonin si janë gentlemen, tregonin pak dinjitet dhe frenoheshin epshet politike përballë nevojave për bugoje. Do jetë një sistem krejt tjetër, i cili nuk do bazohet te ekonomia informale siç ka funksionuar deri më sot ekonomia. Banorët e Breg Lumit dhe të zonave përreth kanë dhënë mbështetje për kandidaten Bashdari, duke e konsideruar tashmë si kryetare të Bashkisë së Shkodrës. Etapa e dytë e takimeve të zonjës Bashdari ka qenë parku kombëtar i Thethit, ku është pritur nga banorë dhe pronarët hoteleve dhe bujtinave karakteristike të zonës. Në takim, kandidatja socialiste ka garantuar për vëmendjen e veçantë që do t'i jepet kësaj perle të alveve shqiptare, e cila nga 21 qershori do të jetë në administrimin e Bashkisë së Shkodrës. Në takimet e zhvilluar, ranë sy interesi i madh i treguar nga banorët për të ndryshuar sa më parë situatën në zonën e Shalës, e cila konsiderohet si një nga më të varfrat dhe problematiket në Bashkinë e Re të Shkodrës.